nga Eksodi 11. Eksodin pra 11. I tha Zoti Mojsiut, unë do të sjell edhe një plag tjetër mbi Faraonin dhe Egjiptin. Pas kësaj, ai do t'ju lejoj të ikni prej këndej. Kur do t'ju lejoj të shkoni, ai do t'ju dëboj përfundimisht prej këndej. Tani foli popullit në mënyrë që çdo burr t'i kërkoj fqinjit e tij dhe çdo grua fqinjës së saj sende argjendi dhe ari. Dhe Zoti e bëri popullin të ketë hir në sytë e egjiptasve, dhe Mojsiu gëzonte konsiderat të madhe në vendin e Egjiptit, në sytë e shërbëtorëve të Faraonit dhe në sytë e popullit. Pastaj Mojsiu tha, kështu thot Zoti, ati nga mesnata unë do të kaloj përmes Egjiptit, dhe çdo i parlindur në vendin e Egjiptit do të vdes, nga i parlindur i Faraonit që ri mbi fron, tek i parlinduri i shërbëtores që ri pas mokës dhe si dhe pjellja e parë e bagëtis. Atëre në vendin e Egjiptit do të ketë një britëm të madhe, që nuk është dëgjuar kur më parë dhe që nuk do të dëgjohet asnjëherë tjetër. Por kundër asnjërit bijve të Izraelit, qofshin ata njerëz apo kafsh, asnjë qen s'ka për të lëvizur gjuhën, me qëllim që të dini që Zoti bën dallimin midis egjiptasve dhe Izraelit. Dhe tërë këta shërbëtor do t'ju zbresin tek unë dhe do të përkulen para meje duke thënë, nisu ti dhe populli yt do të ndjek nga pas. Pas kësaj, unë do të nisem dhe Mojsiu largua nga Faraoni tërë zëmërim. Pastaj Zoti tha Mojsiut, Faraoni nuk do t'ju avër veshin me qëllim që mrekullitë e mia të shumëzohen në vendin e Egjiptit. Dhe Mojsiu dhe Aroni bën ato që populli para Faraonit, por Zoti e ngurtëzoi zemrën e Faraonit dhe ky nuk e la bijtë e Izraelit të dalin nga vendi i tij. Di burra, Mojsiu, një yri Perëndis, dhe Faraoni, që është mbreti i kësaj bote, i Egjiptit do me thënë, që është tipi i djallit dhe i Satanit. Pra di njerëz, di burra. Është shumë e rëndësishme vëllezër të dashur, të shikojmë brenda nëpërmjet Biblës, nëpërmjet dhjatës së vjetër, se si janë parashkruar për mësimin ton, janë shkruar. Që të shikojmë dhe të qëndrojmë me kujdes në fjalën e Perëndis. Mojsiu ishte një mrekulli. Nëna e tij Johabed, që do thotë lavdia ime është Zoti, u ngjiz, por atëre Faraoni, jo për atë që flasim tani, por Faraoni më përpara këtij, ndërkohë që shkonte popullin e Izraelit të shtohej, dha urdhër që të vrisin gjithë burrat që nuk e kishin frikë nga Perëndia, por dha urdhër dhe nënave. Do me thënë meshkuj që lindnin në atë moment të idhnin në Nil, në lumin Nil, që të mbiteshin. Dhe erdhi momenti që Johabe lindi Mojsiun. Dhe dëshira e saj ishte, si mbas urdhrit të Faraonit, ta hedhë në det. Jo dëshira, po urdhri ishte që ta hedhte në det. Por Mojsiu ishte shumë i bukur si foshnjë dhe i erdhi keq nënës së tij, e dashuroi dhe bëri një sport, lieti me ser brenda dhe jashtë, dhe la këtë sport në lumin Nil, vuri dhe Mojsiun brenda. Por jo si mbas fatit, por e la atje që në kohën që laj
vajzë e faraonit dhe Mariami e ndihte nga pas, nga larg këtë shportën dhe pa që vajza e faraonit e shiko këtë foshnje e të dashuroj dhe deshta mirte, por duhet dikush ta ushqente. Dhe i tha, ju afrua Mariami dhe i tha, do të gjeju një grua që të kujdeset për të. Dhe shkoi, i çoi nënën e tij atje që ta ushqente. Pas 3 vjetësh ndodh Mojsiu të jetë bir i vajzës të faraonit tani. Dhe me gjithë misteret e Egjiptit të njifte tani ai. Por, kur nuk haroj që ishte Izraelit dhe që populli Zoti ishte me të dhe kishte thënë Zoti me duart e tua unë do të çliroj popullin tim nga Egjipti. Dhe kështu thot Bibla kur arriti 20 vjeç nëpërmjet besimit mohoi brenda tij që të thoshte biri vajzës së faraonit se dëshiroj të ishte me popullin e Perëndis, por para se të shijonte mëkatin, sepse ai gjikoi që ishte më të mira se pasuria, më mirë nga pasuria, domethënë zgjodhi popullin e Egjiptit, popullin e Izraelit. Pra, 20 vjet ai shkoi në popullin e Izraelit. Ka dhe shumë fakte të tjera, nuk do t'i analizojmë sot, por kuptoj që Zoti i tha me duart e tua do çliroj popullin tim nga Egjipti dhe u zhgënjea, u mërzit në disa momente, ndodhen disa ngjarje dhe iku. Dhe shkoni tokën Muam. Atje u martua, mori vajzën e Josolit të Priftit, të zonës atje, dhe përfundimisht për 20 vjet kulloste delet e vjerit e tij. Pse? Sepse duhet të kaloj këtë rulje. Sepse nuk e kishte, thosh, jam biri dhe unë e braktisa, këtë jem vetë me braktisa të jem biri vajzës të faraonit dhe kështu jipte të vetëndier vetë ati njeriut. Dhe këta njerëz që kanë të vendier në zemër nuk mund të punoj Perëndia. Dhe kështu e dërgoi 20 vjet. Dhe arriti 80 vjeç. Dhe atje e vizitoi Zoti nëpërmjet dhe angjëlli i Zotit i tha, unë jam Zoti i Perëndia tënd, unë të zgjodha që të dërgoj, që të shlirosh ashtu si kisha thënë popullin tim. Dhe tani siç ishte i përullur, unë nuk bëj, jam plak, i tha Zotit, gjendo një tjetër që të bëj veprën tënde. Por kur Perëndia e njeh dhe zgjedh, asnjë nuk mund ta ndryshojë veprën e Perëndis, planin e Perëndis. Dhe këtë zgjodhi dhe këtë vendosi. Kundërshtoi mjaft, por përfundimisht bizetroi Perëndia. Dhe i tha që ti do të jesh biri mbreti faraonit dhe kurse ai Aroni do jetë profeti tënd, ndihmësi tënd. Dhe shkuan atje pra nga Moabi, larguan. U bë një ngjarje shumë e rëndësishme atje, serioze, që Zoti doshte të vrishte Mojsiun se nuk ishte bën rreth prerje tek fëmijët e tij. Gruaja e tij bëri dhe u kthye gruaja e tij dhe Mojsiu shkoi në Egjipt. Gjeti plejtë e Egjiptit dhe i tha që Zoti më dërgoi. Dhe ata e besuan. Sepse thërrisnin tek Perëndia me mundimin e shpirtrave të tjere për familjet e tjere dhe menduan që erdhi përgjigje nga Perëndia. Por kur shkoi tek faraoni që t'i thot
dërgo popullin tim që të lavdëroj për Zotin për 3 ditë, për faraoni tha kush është Zoti? Unë nuk e di. Që mos të sjellë popullin e Izraelit në dembelizëm, që mos të punonin. Dhe ai erdhi me një çudi që faraoni të ashpërsohet dhe të vendosi punë të shumë fish tek populli i Izraelit. Po i tha, shkoni të gjeni punë, të rregulloni të gjitha unë që kam thënë për të bërë. Dhe u bë një thirrje e madhe për popullin e Izraelit. Një plagë e madhe, domethënë. Dhe Mojsiu u mërzit shumë dhe i tha, Zot, tani u bën gjërat më keq dhe ti nuk e çlirove popullin tënd. Nga kënde e tutje, filloi plani Perëndis, e tmerrshme. Tora do shkoj se çfarë do të bëj unë. Gjerë tani, unë çfaqa tek Abrahami, Isaku dhe Jakovi si gjithfuqishëm, por jo si Zot i fuqive. Tani do shikoj se unë çfarë do të bëj. Nga kënde e tutje, fillon tani plani Perëndis, i cili është, do të guxoja të thoshja, i çuditshëm, i mrekullueshëm. 10 plag. Thuhet që çdo vit bëhet çdo plag, çdo vit 2 plag. Dhe kjo mbante gjysmë viti mbajti kjo gjë. Por ai është një burr që tha Mojsiu, të cilin e pa dhe përdori Perëndia në planin e tij. Por le të shkojmë tani dhe tek faraoni dhe të shkojmë vëllezër të dashur tek letra Romakëve. Romakëve 8:14. Çfarë mund të themi për Perëndin? E pamundur. Se tek Mojsiu thot do të mëshiroj çfarë unë mund të mëshiroj dhe do të dashuroj çdo që unë dashuroj. Por nuk është mbas dëshirës të Mojsiut, as të atij që vrapon, por ai që merr urdhat e Perëndis, sepse Bibla thot tek drejt faraonit që për këtë Zoti të bëra bret, i thot të të dash kaq pushtet të madh që të tregoj brenda teje forcën time e para dhe dita që të duket të dëgjohet emri tim në gjithë botën. Nuk mund të për këtë do ka mëshirë dhe për këtë do ashpërsohet Zoti. Dhe gjeti e fqerin mundësin, do me thënë, apo solipal, që të thot që Perëndia do të tregoj zëmërimin e tij dhe të bëj të njohur forcën e tij me shumë mëshirë, vendosi disa qenie të zgjedhura për në vdekje. Që atëherë dhe tani thot, Zoti me shumë mëshirë zgjodhi qenie për vdekje, sepse do të tregoj zëmërimin e tij dhe forcën e tij. Por njëkohësisht dhe të njohi pasurinë e lavdisë së tij, si bëri njerëz në mëshirën e tij dhe për lavdinë e tij. Kish Perëndia pra para njeh dhe dërgon. Nga janë faraonin me forcë të fuqishme që të shfaqi forcën e tij dhe nga ana tjetër Mojsiun me një përulje të madhe që të zbulohet, që të përullit bën hir Perëndia dhe të përullëve i lavdëron, të përullit i lavdëron. Mojsiu pra faraoni. Një kontrast shumë i fuqishëm i di njerëzve. Po pjesja më kryesore është me kë është Perëndia dhe me kë Perëndia është kundra.
Kjo është pra pjetja kryesore, që duhet të pjesë veten dhe të pjesësh dhe ti veten dhe të pjesim veten, pra Perëndia është me mua. Përgjigja është, në qoftë se ti je me Perëndin dhe Perëndia do jetë me ti. E di kush është karakteristika e Mojsiut, që gjithmonë e lexoj dhe gëzohem. Njeriu Mojsi ishte i thjesht, i mirë në të gjithë njerëzit të tokës. Pra shumë i mirë. Dhe Krishti thot, mësoni nga mua që jam i mirë dhe i përullur në zemrën time, dhe atëhere unë do të bekoj, do të shtoj, dhe atëhere do të gjeni shpëtim në shpirtin tuaj, dhe atëhere unë do të ecë para në jetën tuaj. Ky është pra gjithë misteri dhe mesazhi për sot. Mojsiu, një njeri shumë i mirë. Faraoni ishte ashpër dhe sa shkonte dhe ashpërsoi më tepër. Por do arri një moment fundi i çështjes. Pra do vi fundi i çështjes. Dhe fundi i çështjes ishte për 10 plagët që do sillet te faraoni, që të përmbushë edhe fjala profetike e Perëndis që kishte thënë tek Abrahami që sperma tënde Abraham do të shkojë në një tokë që është tëndja, do t'i bësh sklev ata dhe populli në të cilin do t'i jepet, unë do t'a gjykoj. Dhe pas këtyre do të vish me shumë gjëra. Dhe tani erdhi koha që të përmbushet fjala profetike. Dhe fjala profetike përmbushet, vëllezër të dashur. Nuk bëhet që të mos përmbushet fjala e Perëndis, fjala e tij profetike, nuk bëhet. Është e pamundur të mos realizohet. Dhe kështu pra, Mojsiu ishte bërë një njeri i madh dhe të gjithë të mëdhenjtë e asaj periudhe të Egjiptit dridheshin para tij. Dhe tani viziton faraonin dhe i thot: plaga e fundit. Sot do të vijë ëngjëlli nga lart dhe do të vrasi të gjithë të parlindurit, nga faraoni, shërbëtorët dhe gjë tek më të thjeshtit. Tek izraelitët nuk do ndodhi asnjë gjë. Pse? Sepse dha urdhës Perëndia të Mojsiut të gjithë besimtarët të therin nga një qingj. Këtu tani zbulon Jezu Krishtin dhe me gjakun e tij të liejnë dhirt, dhe atëre kur të kaloj ëngjëlli do kaloj atje dhe ku shikon gjak do të largohet. Do t'i parakaloj ku shikon gjak. Dhe me të vërtet, erdhi kjo e keqe, gjithë populli Izraelit thoshte, ikni, nuk e të duroj më këtu, duam të ikni. Dhe simbas urdhit të Zotit, dhe burrat dhe gratë kërkonin argjendi dhe ari, të cilët do ishin shumë të rëndësishme në ecjen e tyre, në rrugën e tyre për rrugën Kanan. Shumë të përdorshme, shumë të domosdoshme, se do bënin shumë gjëra me to. Sigurisht, përfundimi është që ikën, arritën në rrugë pa krye, para detit të kuq. Dhe atëre, dhe të shikon që të vinin ushtarët e faraonit, që nuk do të qëndronte asnjëri i gjallë. Po i ndiqet pra ushtria e faraonit. Do më thënë, na çliroi Perëndia që të shkatrohemi? Jo, të çliroi që të lavdërohet Zoti. Çfarë na çliroi? Na vendosi në kish, që të lavdërohet Perëndia në jetën tënde. Dhe Mojsiu kur pa që të vinë, arriti në det dhe çfarë të bëj tani, tha? Zot, po vdesim.
merr një shkop dhe godit dhe u hap deti në di pjesë. Dhe ti kaloni tani, tha. Po ndodhin këto gjëra. Vëllezër të dashur, kur Perëndia zgjedh, do bëjmë mrekullira të mëdha dhe të madhërishme në jetën tënde që nuk mund të imagjinosh. Mjafton që të pranosh përuljen që të lejon Zoti në jetën tënde. Do me thënë, mësoni nga mua që jam i mirë dhe përullur. Di karakteristika, mirësi dhe përullje. Dhe atëre me të vërtet do të gjesh çlodhje në shpirtin tënd. Përullje çdo të thot. Jo unë, por Zoti. Çfarë të mirë që të jetë bërë në jetën time, nuk është nga mirësia time, por është nga Zoti. Nga dashuria e Zotit. Kur nuk u bë krye lartë Mojsiu, përveç se në fund që bëri një gabim shumë të madh, që i kushtoi që mos të lejoj të futej në tokën Kanan. Ndërkohë që arrinin të kalonin, nuk them për 12 rojet, që do them di fjalë dhe për ata, por të them për gabimin e Mojsiut. Nuk ishte ujë. Dhe u nxehen të gjithë dhe fillon të bërtisin populli izraelit. Nuk kemi ujë të pim. Dhe Zoti thot, shikon këtë shkëmb, që është Krishti. Foli këtij gurit, këtij shkëmbi dhe do t'ju japi ujë. Kjo ishte bërë në fillim të eksodit. Dhe i tha Zotit, godite këtë shkëmbi dhe do dali ujë. Por tani nuk i tha godite, i tha foli. Shko sa e rëndësishme është që të kemi kujdes, me gjithë kujdesin ton, me gjithë respektin ton në përulljen e fjalës së Perëndis. Nuk është njësoj si ishte dje sot dhe sotshmja. Ndryshe ishte dje, ndryshe është sot. Do të them dhe këtë që më tha Zoti. Dhe ndryshe do të jetë nesër. Amin. Prandaj, me gjithë kujdesin, me gjithë respektin, të dëgjojmë, të kemi kujdes. Mos të bëjmë një gabim të tillë. Po pse kaq seriozisht e ki gabim? Po kështu bëri dhe në fillim. Dhe shkoi me Aronin dhe thot, godite me shkopin tënd gurin. Ndërkohë që Zoti tha foli. Thuaj Zotit, thuaj shkëmbit që të japi ujë. Por Mojsiu mi tha, godite me shkop, siç kishte bërë në fillim. Jo vëllezër, dashuri, e djeshmja, vëllezër, ta kemi kujdes këtë. E djeshmja nuk është e sotme, nuk është e njësoj me të sotmen. Nuk është. Dhe në kjo se nuk kemi kujdes të qëndrojmë tamam në fjalën e Perëndis, atëherë nuk do të vi ajo që kërkojmë. Dhe detyrohet Mojsiu të thotë godite përsëri. Goditi përsëri dhe doli ujë. Por Zoti tha, sepse nuk u binde, tani hajtë çojmë lart në mal, të shikosh tokën që ti nuk do të futesh. E të mërshme, nuk është vëllezër të dashur. Të shikojmë të bëjnë gjëra që të faqet Zoti që po vjen shpejt. Këto që ndodhin tani janë të shkruara. Të gjitha këto që ndodhin janë të shkruara. Thuaj se lexon njeri gazetën. Katastrofa e Iranit. Tha, nuk janë Izraelit, po tha, prerja kokët që janë Hezbollahët, që janë ata të tjerët, Hurth, që janë ata. Ta nuk ngelet vetëm një gjë, të gjithë armiqt që janë rreth Izraelit, o ti shkatroj populli Izraelit, të gjithë. Dhe ati kanë ngel një i fundit, që është Turqia. Dhe ati e flet shumë pastër, por nuk është ora që të flasim. Ne ajo që duhet të dëgjojmë sot është vëllezër dashur me gjithë kujdesin, fjalën personale të Perëndis në çdo njërin nga ne. Pse? Se në qoftë se nuk bindemi dhe nuk bindemi të gjithë,
në fjalën personale që nuk është sot njësoj me të djeshmen, ose sot njësoj me ta nesërmen. Do të kemi vesh të stërvitur, që të dëgjojmë në ollësi fjalën e Perëndisë dhe të bindemi, të porulemi. Duhet të flasim Krishti me ti goj më goj, si miku të ti. Jo të mendosh sikur, ose të besosh, ose sepse u bë do të bëhet përsëri. Asnjë lidhje me këto gjëra. Në qoftë se dëshiron, dhe këtë thot fjalë e Perëndisë, dhe është e tmerrshme. Unë ty do të bekoj dhe do të shështoj, bëra bevë me veten time, u betova në veten time, sepse u binde në zërin tim. Dhe kur e tha këtë tek Abrahami? Kur ishte 104 vjeç. Dhe çfarë i tha Abrahamit? Shko, therr djalin tënd, flijoje. Dhe shumë herë kam pjesë për veten. Unë mund të çoja djalin tim ta bëja këtë gjë, ta therja. Por Abrahami shkoi nëpërmjet besimit të tij në emër të Zotit. Mendoj, çfarë më ka premtuar Perëndia, që do bekoj spermën time nëpërmjet Isakut, jo nëpërmjet Ismaelit, por nëpërmjet Isakut, por nuk është gënjeshtar Perëndia. Unë do ta flijoj dhe Zoti do ta ringjalli. Pra një mendim shumë i fuqishëm. Një mendim për ulljes për lavdin e Perëndisë atë. Sa të kujdesshëm duhet i jemi që të bindemi dhe të përulemi dhe të dëgjojmë dhe të përulemi dhe të bindemi në fjalën e Perëndisë. Në ollësi për mjet e Jezu Krishtit, ati Perëndi dha Krishtin për respektin e tij, jo sepse i tan biri i tij, por për respektin e tij. Kjo është mesazhi sot. Me respekt, vesh të servitura, do me thënë, sot dhe nga sot do kërkojmë nga Zoti të na dhuroj vesh të servitura, të dëgjojmë dhe të kuptojmë, por më e rëndësishme nga të gjitha dhe zëmbër si zëmrës të tij që të zbatojmë gjithmonë fjalën e Perëndisë. Këto janë di kërkesat e ditëve të fundit. Zot, më jep vesh të dëgjoj dhe të kuptoj fjalën tënde. Më jep vesh të stërvitur. Nuk kam vesh. Janë njerëzore vesht e mia. Nuk kuptoj. Por, dhe në qoftë se më jep vesh, tani duhet të përmbushësh veprën tënde në jetën time. Të më dhurosh zëmër, sipas zëmrës tënde, me qëllim që të zbatoj të gjitha dhe në të gjitha dëshirën tënde. Amin.